U bona 3 vjet që unë vuj nga Siu. Ka marrë 3 herë ftuna, nuk ma ka na përru Siun. Sot shkova përfundi, shkova redaktu sot që pastrova Siun. Doktori më tha mu që, zonje, e ke Siun shumë problem, do ngeri shqore. Doktori tha, mungoj çdo lloj gjë këtu. Nuk kena si gjon të rezi. Që ka nëntori që nuk kanë mjete gjona, spitali francez. Ditën e sotme kam shoqëruar gjyshen time në spital, këtu tek spitali francez, për shkak se ajo për disa kohë është vuar nga problemet me shikimin. Erdhëm pranë spitalit sepse kishim datën e konsultës sot dhe duke u konsultuar me doktorin sepse sot kishim për të kryer vetëm një pastrim të syrit. Duke u konsultuar me doktorin sepse kemi planifikimin e operimit për qershorin, për syun e majt, na u komunikua që nuk mund të kryhej operimi dhe në periudhën që është parashikuar. Por edhe më herët, edhe sepse syri është në një gjendje kritike në kuptimin e humbjes së plotë të shikimit, pra është një ndërhyrje që do duhet të trajtohet si urgjencë, por nuk mund të bëhet ndërhyrje urgjencë për shkak se mungojnë pajisjet, makinerit, lentet dhe të gjitha procedurat e tjera që kryhet i gjithë procesi i ndërhyrjes në sy. Vetëm sot nga komunikimet tona këtu na u tha që kanë qenë diku te 20-30 pensionistë që kanë probleme me syt, të cilët nuk kanë arritur dot të marrin shërbimin, ndërkohë që gjithashtu të gjitha operimet dhe ndërhyrjet që janë parashikuar që nga periudha e nëntorit 2025-s deri më sot që flasim, nuk janë realizuar për shkak të mungesës së pajisjeve. Unë me probleme jam i valite, një pension të vogël marr i valite, ku ti që më tha mu ai doktori, po nuk pritem tha mu, shko privat. Privati do gjata lek. Ne kërkojmë që ky problem të zgjidhet sa më shpejt, sepse ne nuk jemi në ato kushte normale që të mund të ndërhyrjet i bëjmë në privat. Si ne ka dhe shumë të tjerë. Kështu që prandaj shteti do duhet të bëjë procedurat e veta, duke qenë se ne jemi taksa pagues të rregullt të këtij shteti dhe do duhet që pensionistët, por jo vetëm pensionistët, por të gjithë njerëzit dhe qytetarët e zakonshëm të mund ta marrin këtë shërbim pranë spitalit francez.